E keni vendin tuaj në Bashkimin Evropian si antare plotfuqishme dhe na lejoni që të punojmë së bashku. Kështu theksoi Eurokomisaria për zgjerim Marta Kos pas takimit bilateral me kryeministrin e vendit Kristian Mickoski. Ajo lavdëroi vendin për reformat e zbatuara. Mirëpo theksoi se për të bërë vendi formalisht antare e BE-s, duhet të realizojnë ndryshimet kushtetuese, ndërsa gjithashtu bëri thirrje partive politike që përmes konsensusit politik të miratojnë kodin zgjedhor. At the heart of the accession process are the Malizi është kryesuese dhe do të marrin trefish më shumë jete financiare nga BE kur do të bëhen anëtare. Do të kenë më shumë përfitime dhe ne duam të njëjtën edhe për Maqedoninë e Veriut, por realizimi i ndryshimeve kushtetuese mbetet hapi i ardhshëm i domosdoshëm për nisjen formale të bisedimeve qasëse dhe prandaj e inkurajoi edhe një herë qeverinë që të nisë procesin e ndryshimit të kushtetutës. Kryeministri Kristian Mickoski u shpreh se nuk kanë plan B, përveç antarësimit të BE-s dhe përkushtimit në realizimin e reformave, por theksoi se procesi i antarësimit duhet të bazohet në vlera dhe kritere, jo në çështje bilaterale. Нашата цел е изградба на функционална. Presim që Bashkimi Evropian të mbetet procesi i cili bazohet në kriteret të qarta, të vlerave dhe plotësimit të detyrimeve, dhe jo proces që do të ngarkohet me çështje bilaterale, që krijojnë pasiguri dhe fushtrime tek qytetarët. Qytetarët me vite tregojnë përcaktim të qartë për idenë europiane dhe në atë periudhë janë sjellur vendime të vështira, janë marrë detyrime serioze dhe janë bërë hapa të rëndësishëm me besim se çdo kriter i plotësuar do të vlerësohet në mënyrë objektive. Marta Kos gjatë vizitës së saj zyrtare në Shkup do të takohet edhe me kryetarin e kuvendit, ndërsa tha se do të zhvillojë takime me përfaqësues të shoqërisë civile dhe me të rinjt. Ajo paralajmëroi se në vjesht vendin do ta vizitojë kryetaria e KAIS Ursula von der Leyen.